Mbledhja e Komitetit të Stabilizimit dhe Asociimit Bashkimi Evropian Shqipëri është shoqëruar me debate të forta mes deputetëve të opozitës dhe presidentes së MSA, Monika Masoev, gjë që ka shkaktuar të ndërprerjen e mbledhjes për gati një orë e gjysmë. Deputetët e opozitës kërkuan fjalën për të diskutuar mbi raportin e paraqitur nga ministrat, por nuk janë lejuar nga presidentja Masoev. Sipas saj fillimisht flasin ministrat, pastaj bëhen pyetje dhe në fund diskutime të anëtarëve. This is ridiculous. The majority is asking its own ministers. Ky nuk është debati ndërparlamentar I 10 viteve të fundit. Në 10 vjet nuk ka ndodhur ndonjëherë kjo që po ndodh sot. U treguam të mirë kuptueshëm, lejuam një seancë që nuk ka ndodhur në 10 vjet, por nuk ka më kuptim që shumica të pyesi qeverinë e saj. O do kthehemi në seriozitet, ta kthejmë të seancë brenda seriozitetit, ose kjo nuk ka më kuptim kështu. Në fillim dëgjohen raportimet dhe pastaj bëhen pyetjet. Ka një agjendë të përcaktuar sakt. Presidenti e Komitetit të Marrëveshjes për Stabilizim dhe Asociimin vlerësoi progresin që ka bërë Shqipëria në luftën kundër korrupsionit. Ajo tha se lufta kundër korrupsionit duhet të vijojë të jetë në fokus kryesor. Duhet të keni vizion luftën kundër korrupsionit, pasi në të kundërt njerëzit nuk besojnë më tek institucionet dhe tek drejtësia, dhe kjo do të ndikojë edhe në faktorë të tjerë si në ekonomi, tregti dhe në buxhet. Në të njëjtën linjë u shpreh ambasadorja e Bashkimit Evropian në vendin tonë, Romana Vlautin, e cila theksoi se Shqipëria ka bërë një progres të jashtëzakonshëm në luftën kundër korrupsionit, çka e çoi edhe në marrjen e statusit kandidat për në Bashkimin Evropian. Ndërkohë në raportimet e tyre ministri i Brendshëm Sajmir Tahiri dhe ministri I Drejtësisë Nasib Naço vun theksin tek lufta kundër korrupsionit. Tahiri theksoi se është gati byroja e hetimit, e cila do të hetojë për korrupsion të gjithë zyrtarët e lartë të shtetit. Ndërsa ministri Naço u shpreh se është e nevojshme miratimi I reformës në sistemin e drejtësisë, duke sjellë në vëmendje se janë 10.000 çështje gjyqësore në pritje.